Betejën e Përzharit, kur kemi shkue, ka pas luftime shumë të ashpra. Ka qenë Dauti ministrinë e vetë, ka qenë vllai i tij Shkëlzeni, i cili ka qenë për ushtrinaj prind. Edhe për mi prind. Aty kur kemi shkue, kemi has rezistencë jo pak të lehtë. Që u lypshin për forcime. Se sulmin që e ka marrë Shkëlzeni, njësinë e vetë, me Dautin e me ata tjerët, në konto djenë Zot, cilët edhe janë vrau. Nështë po i në akqesja të ceki emrat, po... Thu, aty ka qenë diçka e jashtëzakonshme, me fituat betejë, sepse ka qenë shtëpia, lufta mes në për shtëpia. Aty ka qenë një rast interesant, pas daljes fshatit, do vorë aty dhe ula një guri me pushu, edhe më thotë Shkëlzeni, largo për aty, se ka snajperista shumë. Dhe sa po për ulem, kërsa snajper ka bau në guri. Do me thonë për pak. Për pak, po deshti Zoti e pështova.